Në çdo sezon natyra i ofron frutat, perimet edhe ushqimet që i duhen trupit për atë periudhë. Në këtë periudhë na duhen shumë antioksidant, na duhen shumë vitamina, na duhen shumë minerale. Edhe për atë arsye dhe i shohim frutat me ngjyra shumë theksume edhe të errta. Për shembull, kuqe e errtë, portokall të errtë, për arsye se këto janë frutat edhe perimet që përmbajnë antioksidant, që janë shumë fuqishme, që e përgatitin trupin edhe imunitetin e trupit dhe mbrojnë të njëjtën kohë prej këtyre ndryshimeve të temperaturave që janë për shembull prej nxehtit tek temperaturat më të ftofta, ndryshimet e temperaturave. Për shembull, kungulli, kemi shegen, i kemi pastaj gështënjat, që në këtë periudhë nëse ha një porcion me gështënja s'ke nevojë me hungër bukë gjatë ditës, se i merr komplet ato vlerat ushqyese, fibrat, vitaminat, mineralet, karbohidratet e mira që i përmban buka, i merr te gështënja dhe krijon ngopje. Trupit nuk i vyn moshalqini. A i kupton, i merr vlerat ushqyese që i vyn tash. Në çdo sezon, natyra i ka ofruar ato çka i duhen trupit. Trupit për momentin i vyn proteinë, i vyn antioksidant shumë fuqishme, i vyn vitaminat dhe mineralet që për shembull ndikojnë, që kanë magnez, po ndikojnë edhe me sintetizu për shembull i vyn D për me marr ekstra, për shembull qoftë përmes ushqimit, qoftë përmes suplementeve, për me absorbu edhe kalciumin, i vyn ato që i kemi në sezon, ato që na ofrojnë, ato le t'i shfrytëzojmë. Më thënë, çdo sezon na dim mi rujt, mi konservu, për shembull na duhen mas të madhe probiotik dhe tash turshit i kemi në mas të madhe që i kemi përgatit, kuptohet probiotik për i turshive i marrim nëse veç i bojmë pa adetiv të shtume, i bojmë vetëm me krep edhe me uthull ose me vaj eventualisht, pa i keq trajtu, pa i djeg shumë, pa i pjek shumë, më thonë, fruta, perimet e fresta, vetëm me krip edhe me uthull, pastaj reçelat ndryshme, kuptohet pa sheqer, tash e kemi mundësinë, ma herët s'kam pas mundësi mi rujt frigorifer ose ngrirje thellë, tash e kemi mundësinë mi rujt edhe pa sheqer të shtume. I përgatisim, i kemi mënyrat, i kemi ato shishet e qelçit që ndoshta ma herët nuk është që i kam pas, i rujmë, i paketojmë edhe ato reçela për shembull për një mëngjes, një bukë integrale ose bukë pa gluten integrale ose një bukë që ka sasi të lartë farave që mujmë me përgatitë edhe vetë, me reçel, me një kos ose për shembull me i merr edhe yndyrat të shëndetshme, një vezë zime, i merr proteinat që i duhen për shembull trupit. Një vakt që është sot të vogël, me marrë edhe me vetin punë, po qoftë edhe në shtëpi, mjafton.